Gëzuar, Shndrit. shndrit dhe ti, si gjithmonë. Kjo është errësirë, se thua është globale, apo ka të bëjë vetëm me Shqipërinë? Ka filluar në botë, është globale, po Shqipëria është pararoj. Ne gjithmonë kemi qenë pararoj në gjërat e këqija. Për shembull, bën komunizmin, ne bën më të poshtrin, më të ashprin, më të egrin. Bën atëherë feudalizmin otoman, prapambetjen, mizori më, domethënë nuk di më keq s'mund të bëj. Grekët, serbët dolin para nesh nga Lluca. Ne në Lucë edhe jemi mirë dhe mbulonim çik veten, kështu se mos na dalin në vesh jashtë. Bëm demokracinë, e kemi bërë më të keqen? Më të skandalozën e mundshme që mund të ekzistojë. Po kush e ka fajin? Tani kemi 13 vite që bëjmë atë më të zezën e gjithë zezave. I dham grushtin final. Por çfarë mendon për Edi Ramën ti se? Ja ta thash tani. Kjo është. Po. E njeh personalisht? Dhe e di pse jo nuk e njeh. Dhe e di pse? Sepse ai erdhi në pikën kur Ismuri ishte duke dhënë shpirt. Ky duhet vinte të jepte formarin gojë me gojë. Ky ja mbushi gojën me mender dhe. Dhe more. Po. Bëhet këngë këto. Pra, po bëhet, se kjo bëhet. Onomatope quhet. Pra unë isha nga këta studentët socialistë që dalin lënë mësim për shkuar në greva demonstrata. Atëherë i rrifnin ke qytet student, ishte një kështu. Ishte, nuk e di çfarë viti, në 88, ndoshta ishin ca kështu për plasje. Dhe unë isha ke këta. E ke fjalën pas në 87-s, pasi kaluam këtë. Po. Ishte Partia Demokratike në pushtet, ishte Sali Berisha president, dhe unë isha kundër tij. Pastaj erdhi Fatos Nano. Dhe thash, në momentin që ky do ta prishi punën, unë do dal njësoj kundër tij siç dola kundër Sali Berishës. Sot dal kundër Edi Ramës për krah Sali Berishën. Pse? Sepse duhet bëhet rotacion. 13 vjet ujë qelbet, edhe ujë më pas rregulluar tjetër, edhe ujë ku ngimit prishet. Po se pinën ata besimtarët, po su lagën besimtarët. Po çfarë figuracioni përdor ti që dhe Edi Rama vet? Po do reflektoj ka përshtypjen. Jo, ai ka përshtypjen se është më i miri në botë. Dhe ka disa kështu, është elokuent, ka këto arrin në konkluzion, ditë kapi, po ka atë zgjuarsinë që un kam vënë re, kanë shumë njerëz që thonë zgjuarsi për keq. Djallësi? Është i djallëzuar apo jo? Jo, patjetër që është, nuk ka politikan të pa djallëzuar, ndryshe s'mund të jetë në politikë. Po e përdor zgjuarsinë jo për mirë. Nuk ka dashuri për njerëzit, i mungon afeksioni. Është automatik. Nuk ka dashuri për njerëzit, nuk e tregon. Në asnjë vepër ti që ai ka dashuri për një specie të ngjashme me të.